emergjencës kombëtare. Emergjenca kombëtare nuk do të jetë me fjalë boshe, me bërtime kohë. Ne sot jemi nga Lëvizja Bashkë, kemi për denoncuar pikërisht shkeljet e radhës që vetëm që përheqin çështjet e planifikimit urban, por mbi të gjitha interesin e oligarkisë, i cili na ka mbyllur kanalet e sipërme të Kodrës, ka mbyllur mbi të gjitha këto kanale duke lënë ujin që të vëshojë brenda qytetit. Porti i Kastratit është i përfshirë nga gjithë kjo aferë së bashku me Bashkinë e Durrësit, së bashku me institucionet e ministrinë. Hidrovori i dytë nuk është një hidrovor i mirëfillt, por është një shtesë artifice e cila duhet çonte ujë në mënyrë të dedikuar tek porti. Kjo gjë është mbyllur dhe është mbi ngarkuar hidrovori aktual. Ne jemi këtu për të kërkuar një seri pikash kryesore dhe 5 janë pikat më kryesore. Pika më kryesore është shpallja e emergjencës. Qytetarët mbi të gjitha meritojnë jo llafe, meritojnë dëmshpërblim real, dëmshpërblim me ligj, me firmë dhe me vull të njohur në parlament dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Dhe nga krau tjetër kërkojmë njëkohësisht hetim thelluar për hidrovorin e dytë, i cili duhet kishte dhënë një përgjigje, pa asnjë përgjigje nuk i ka dhënë qytetarit dhe shohim që gjithmonë më tepër situata është agravoar. Kërkojmë hetim për sa i takon çështjeve të planifikimit urban, të drejtorisë shkollimeve, që i ka lënë gjithë këto çështje brenda aspekteve të mbledhjeve të shtabeve të emergjencave, por asnjë lloj digjese publike me qytetarët dhe asnjë lloj ekspertize teknike. Kërkojmë njëkohësisht investigim për punonjësin e Bashkisë Durrës në ndërmarrjen e shërbimit komunal, i cili vdiq mesin e darkës, para se një lloj kolegësh dhe pas një lloj mbështetje teknike dhe profesionale në punën e tyre. Nuk ka një zhvillim infrastrukturor në lagjet e mbipopulluara të Spitallës. U bëjnë thirrje të gjithë atyre që marrin parat tona, që marrin lekët tona, që paguajnë nga taksat tona, të bëjnë minimumin jetik. Minimumi jetik do të thotë mos të përmbytet brenda një sezoni dimëror 2 herë. Oborrët e shpistime edhe të komshive të mia brenda këtij sezoni janë përmbytur 2 herë. Ku janë këta njerëz që marrin gjithë këto lekë? 19 milion euro, ne do hani me lukë florit, si thonë. 19 milion euro bën infrastruktura me genialitet, jo të përmbyten çdo shi që bie. Ka njerëz që janë dëshpëruar, pasuria e vetme që kanë në shtëpi atyre. Dhe duke qenë se shtëpia atyre ndodhet në ujë dhe institucionet vazhdimisht i shmange përgjithësive, vazhdimisht nuk i japin atë çfarë takon dhe kur vjen momenti i dëmshpërblimit të tyre dhe po e shohim që qeveria po e shmang, pavarësisht se thotë kemi shpallur gjendjen, si thua jep urdhër për evakuimin e banorëve, nga ana tjetër nuk siguron as ku do shkojnë këta banorë, as kush do bëj transportin e këtyre banorëve, a do të ketë ushqime dhe kushte të tjera higjienike të cilat ju duhet dhe më pas mbi gjitha çfarë do ndodhi pas, se ku do kthehen këta njerëz, ku do kthehen, a do kenë sërish shtëpitë e tyre, a do marrin dëshpërblimin që u takon për këtë dëm i cili, le ta themi, është institucional. Sidomos drejtoritë e kullimit, të cilit ja kanë lënë gjithçka shtabeve të shumë problematike, pas ka se rrugët shëndetësore, po flasim për një seri shërbimesh